Po dhe Ramja. 5 cm kishte favor që unë t'hiqja ujin. Po mu 5 cm do thot që mu nuk më ngelte një pik uji në atë tokë, që shkon të dej këtu dhe unë i kam përcjell me pamje në punimet e mia. Kalo shiu parë, nuk më paguaj, kalo shiu dytë, po i tmerrshëm që përmbyti gjithë Milanën, shkruanin dhe gazetat. Kalo shiu tretë dhe marrin telefon, Valentina paraqitu në Centenario, ka ardhur një grup i madh inxhinierësh, arkitektësh për të falenderuar dhe do marrësh pagesën. A ditë është bërë shlyerja e asaj. Unë isha, domethënë, njeriu më i lumtur në botë. Krenohesha, ishin inxhinier të mëdhenj që kishin ardhur më falenderonin. Bravo, ja dole, na sfidove, i sfidova, sinqerisht i sfidova, sepse thonin nuk e arrin. Më testuan, domethënë, duke thënë që ti duhet i pagush vetë. Ishte një dëm prej 3.000 eurosh si materiale. Kur e kam arritur që kam pa vetë, unë shkoja para atyre për ta parë, se nuk më linte meraku, shkoja vetë me bicikletë, me monopatin të vogël, shkoja direkt të shikoja s'kish ngelur, i bëja foto, i hidhja vetë në rrjet social, pastaj kur mora më kanë kushtuar dhe një gazetë, është artikull në TikTok, gazeta për Valentinën e dëshpëruar që gjeti punë dhe ja doli. Bravo. Sa kime mujt me punu edhe me kry këtë punë fizike të ronë në të ardhmen? Atëherë edhe fëmijët ma thonë gjithmonë këtë që ti ma lëre këtë punë se ti lodhesh. Unë them që unë nuk më lodh fare kjo punë, vetë se më rinon kjo punë, më jep shumë forcë, shumë autoritet, nuk kam për ta lënë derisa fuqia të më le. Në fuqi keme pas? Atë di Zoti. S'mund të them unë se ç'mund të ndodhi nesër me trupin tim. A mendon që ma shpejt keme mujt me bo nëjë firmë, kështu që këtë shqiptar të bojnë nëjë firmë që krynë punë, dhe më thonë me pas edhe punëtor tu, jo veç vetë. Kujgjo, s'paku cementën e gjanat e rona me t'i baj dikush tjetër. Faktikisht, unë jam shumë patriote e vendit tim. E kam shpreh në rrjetet sociale që unë duhet kthehem në Shqipëri me i bashkëpunim me i krah të fortë. Sa do e fort jetë një femër, nuk e ka forcën që mund ta ketë një mashkull i fortë, por që t'jetë i pastër, t'jetë punëtor, e t'jetë si puna ime që t'ma afroj mundësinë për t'u kthy në vendin tim. Ndryshe do punoj kështu siç jam atje ku jam, nëse nuk do ta kem këtë mundësi. Se këtu zor është. Jo, janë ofru, i falenderoj njerëzit që janë ofru. Një ishte grua nga Zvicra, por që unë jam patriote e vendit tim dhe nuk e du, edhe pse rroga shumë e mirë. Ishte një premtim live edhe ishte një gru zonjë, e përshëndes atë zonjë, që kishte nevojë për një punëtore dhe duke ndjekur në rrjetet sociale, tha 100% të garantoj mund të të afirmos dhe me avokat, ti të vish dhe të punosh e ke derën hapur, sepse je e gjithanshme, kishte një firmë ndërtimi me bashkëshortin inxhinier në